Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinâs sirâtal mustakîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. İnna a'taynâkel kevser. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Madhrimi është vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë. Ajo është më i madhi, ajo është mbi diçka dhe falënderimet dhe adhurimet i takojnë Allahut, Zotit të gjithësisë. Vëllezër të dashur, besimtarë dhe besimtare, lut Zotin që të na mëshirojë gjithë bashkë inshallah. Vim sot në këtë ditë të Kurban Bayramit. Dhe sikur e dini gjithë, është një nga festat më madhështore. Festat me cilët na ka begatu i madhi Zot Xhele Xhelaluhu. Mirësia dhe begatit e Zotit janë përmbit gjithë ju sot që jeni bashkë në këtë falje të Kurban Bayramit. Historia është goxha e mirë dhe e bukur dhe vjen nga 3 persona, i cili është Ibrahimi a.s. është Haxhia, Allahu e mëshiroft, edhe Ismaili a.s. i biri i këtyre 2 prindërve. Kemi të bëjmë me 3 njerëz shëmbullor, të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm, të cilët na kanë lënë këtë mirësi të Kurban Bayramit. Fjala Kurban do të thotë sakrificë. Ibrahimi a.s. duke qenë i dërgumi i Allahut, mik i Zotit Xhele Xhelaluhu, mori njërin prej bashkëshortëve të tij, Haxhiren, Allahu e mëshiroft. Dhe aty ku sot është qabja e bekume, atje e lënë së bashku me Ismailin a.s. Në një vend thatë, pasni mbrojtje pasni sa. Por duke qenë një çift i mrekullueshëm, një grua mrekullueshme, një djalë mrekullueshëm, urdhën e Zotit apo të babait tyre nuk e bën dysh. Haxhiri, Allahu mëshiroft, i thotë: "Ja Ibrahim, ku do na lësh tu?" Thotë: "Kështu kam urdhën prej Zotit Xhele Xhelaluhu."
Dhe ashtu po. Allahu xhelle xhelaluhu pra e zgjeroi atë vend më pas, përpara se të vim këtu, Allahu xhelle xhelaluhu i furnizoi, i begatoi. Aty është një ujë i bekuar sot, ku është posi i Zemzemit me qabën e shenjtë, i cili është burimi i parë i ujit me të cilët Allahu xhelle xhelaluhu i furnizoi. Po jo vetëm kaq. Po Ibrahimi a.s. i fali Zotit pra këtë fëmijë që ishte Ismaili a.s. Dhe o Ibrahimi, këtë fëmijë dohet me sakrifiku për hir të Zotit tënd. Keni ngjohur si thoni njëri tjetrit ka njëri, tu bafsha kurban. E normalisht Allahu ja kërkuaj këtë djalë. Propozimin e parë apo këtë ëndër ja tregon haxhirës. O burri dhu, le të shkruaj urdhrin e Allahut xhelle xhelaluhu në vend. Le të marroj urdhrin e Allahut. E Ismaili a.s. ishte fëmijë i vogël. Dhe kur ja tregon dhe Ismailit a.s. edhe ai thot, o bab, zbatoje urdhrin e Zotit tëm dhe mu insha Allah do të ngjejsh prej dërimtarëve. Por e dini që në këtë mes gjithmonë futet edhe shejtani mallkuar. Sikur futet sot tek burri, tek gruaja, tek fëmijët, kudo. Edhe mos një thot, mos i besoni asaj ëndrre që ka pa. Nuk është urdhri i Zotit. Tekat e tij me sakrifiku. E gjuajnë shejtanin dhe pikërisht sot po gjuhet edhe mos kaq mirë vitesh shejtani i mallkuar atje në Mekën e shenjtë. Një 3 vende që quhet i mallkuar me gur. Në shenjë simbolike, ashtu sikur e gjujti Haxhiria, e gjujti dhe Ismaili a.s. Higi thonë, ti e i dëbu nga mëshira Zotit xhelle xhelaluhu. Nuk një gjëjnë ty. Po ju dashur, kur ban pra do të thotë sakrificë. Dhe kur e pranuan këtë urdhën të Zotit xhelle xhelaluhu, Allahu i tha jo, s'ka nevojë. Edhe erdhi dashi prej qiellit, dhurat. Edhe e preu Ibrahimi a.s. Sepse edhe thejka që ishte mpret, nuk e pranoi qafën e Ismailit a.s. E kuptojmë gjithë, Allahu është dhënë mjetin tonë. Thot, ai kurbanin që e prisni nuk shkon gjakun qiell, por shkon vetëm mjeti juaj. Edhe mishi konsumohet këtu. Pra, thuaj, thot Allahu xhelle xhelaluhu, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazim, jeta ime, kurbani im, vdekja ime janë lillahi rabbil alamin. Janë të gjitha për Allahun, Zotin e gjithësisë. Bashkoje zemrën me Zotin xhelle xhelaluhu. Hape zemrën. Bohu burri mirë, grua mirë, edhe fëmijë mirë. Çka ju thonë prindit, një gjoni ato, se do në ngelet për gjithë jetën. Të gjithë ata që kanë bën jetin edhe kanë prej, do të presin kurbanat, e dini gjithë, bismillah, Allahu Ekber, edhe e pret kurbanin. Mbani për vete, dhuroni dhe për njerëz e tjerë, pse do të jetë shumë e vlefshme edhe ajo që adhuronin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk e ka plotësu besimin ai i cili nuk i bën pjesë edhe të tjerëve. Ai i cili komshit e ngjën atëherë në mishit dhe nuk kanë mëse të gatuajnë sot. Shoj edhe atyre i lopën. Pajtoni njëri me tjetrin. Jepni një dorë njëri me tjetrin. Largoni ato të këqijet mes njëri tjetrit. Pajtoni, bashkoni, edhe inshallah është sebet kjo ditë bajrami. Unë them, e bashkov Zoti gjithë Shqipërinë. E bashkov Zoti gjithë botën, e largov çdo të këqije inshallah. Largov të luftët që janë kanë shumë. O Zot, na falne, na mëshiro, na begato, na udhëzon e gjithë shka që e fitojmë kënaqësinë tënde. Na mbajnë në kujdesin e madhërisë tënde. Na mbaj me iman, me mirësi, me vepra të mira. Të lutem për gjithë dashurit tonë besimtarë dhe besimtare, çliroj nga borxhet, shëroj nga smundjet, dhe ato që vinë sot të pamartuar, o Allah, martoj djem dhe vajza të gjithë këtyre dashurve tonë, ya Rabbil Alamin. O Allah, na afro tek madhëria jote, dhe të gjithëve lutem dhe them për shumë vjet të gëzuar Kurban Bayramin. Allahu na fal, na mëshirov dhe na bekov gjithë. Mm-hmm.